mendon që Putini doja dali për të bërë negociatorin midis Izraelit dhe Iranit, ka shenja apo është thjesht një retorik politike? Rusia, do me thënë, dhe Putini kanë deklaruar që ata janë me kënaqësi do të merrnin rolin e ndërmjetësit dhe Trumpi, si thua, e ka bekuar në këtë, të paktën me fjalë, do me thënë, këtë ofertë të Putinit dhe kuptohet që Rusia ka marrëveshje strategjike me Iranin dhe për çfarë është në gjendje të furnizojë Rusia Iranin në momentin ku ka dhe konfliktin kryesor me Ukrainën njëkohësisht nuk dihet, por kjo mund të varet edhe nga mjecuri e hetimeve që po bëhen në Rusi, sepse taktika e Masadit për të goditur Iranin, ajo taktik e mbledhjes së dronëve brenda territorit të Iranit, do me thënë, dhe pastaj ato nisin në brenda territorit të Iranit ndaj baterive kundërajrore iraniane, është shumë ngjashme me goditjet që përcoi Rusia nga triada, do me thënë, nga Ukraina. Edhe ka dyshime që Masadit të ketë marrë pjesë në këtë sulm. Prandaj dhe Rusia mund të japë armë, nëse kjo do të vërtetohet, Rusia do të japë patjetër armë Iranit. Okej, ti mendon gjithmonë për atë goditjen që u bën kundër aeroporteve ruse që ishin, po. Në fakt, dyshimi është i nënvizuar në disa plane. Falenderoj, Misha. Më falni, e fundit është një insajt i fundit që iranianët kanë ratifikuar me atë, do me thënë, marrëveshjen me Rusin, strategjike me Rusin. Parlamenti iranian dje ka ratifikuar, deri në dje nuk ishte ratifikuar nga parlamenti iranian. Dhe gjithashtu kanë kërkuar oreshnik nga Rusia dhe Rusia e ka refuzuar për arsye sigurie kombëtare.